Аналитичарите во Клик Плюс разговараа за обединувањето на Влен и начинот како ќе функционираат како единствена партија со двајца председатели. Ибрахим Мехмети оценува дека ќе биде тежок предизвик. Влен да остане обединет до следните избори. Se sa të mëdha janë egot e liderëve shqiptar politik, shqiptar të në Maqedoni, sa janë të interesat e vogla të individëve që i kanë formu këtë parti, që është edhe njerëzore tek e fundit, sepse ata kanë punu të afrojnë një parti dhe tani do të mbeten pa punë, do të mbeten jashtë këtyre rrjedhave. Dhe unë pash edhe disa reagime që tani kur shifet një reagim, domethënë një pakënaqësi të disa individ që paraparsisht e di se kanë qenë të kyçën në strukturat të partive të ndryshme në Vlen. Аналитичарот Джелал Незири нагласи дека Влен не ги поделил улогите меѓу председателите, што според него во иднина може да доведе до моменти кога за одредени прашања Изет Меджити и Билал Касами ќе излезат со различни ставови. Me rëndësi është se tani kemi dy përgjegjës. Deri më tani, nëse e keni vërejtur gjithçka që ka ndodhur, për shkak se pjesëmarrja në qeveri mund të sjellë edhe projekte, edhe suksese, por mund të sjellë edhe dështime. Dhe tani kur ka ndodhur dështimet në këtë qeveri, nuk ka pasur përgjegjës. Фатон Халили вели дека Влен може да функционира обединето само кога е на власт. Mendoj se ky koalicion ose kjo ide e re e bashkëpunimit do të funksionojë deri atë ditë nëse ata janë pjesë e pushtetit. Në atë moment ata nëse upin pushtetit, prapë do të kemi ndarje dhe copëzime nëpër mahalla dhe lagje të ndryshme. Pushteti, interesi i përgjithshëm i ka bashkuar rreth kësaj ideje, se përndryshe, në atë moment që dalin në opozit, fillojnë ato akrobacionet e ndryshme të individëve. Минатиот викенд во недела се одржа конгресот на Влен, каде 850 делегати го изгласаа новото раководство.